Nobody solving the problem. Në vijim ju sjellim disa transporte të realizuara në pjesë të ndryshme të botës, që dëshmojnë se njerëzit përdorin mënyra nga më të ndryshmet dhe më të çuditshme për të transportuar kafshët e tyre. Prej devës e luanit e deri tek gjirafa e rinoqeroti. Një deve e vogël duke u transportuar në Changchun të Kinës. Paramendoni si kur jeni duke vozitur dhe papritma se shihni në vetur një deve të tillë. E një pamje të tillë nuk mund ta shihni shpesh. Një peshkaqen duke u transportuar në një kamion qinë në plazhin Pensacola në Florida të SBA-ve. Këto pamje që po shihni janë realizuar në një rrugë të Austrisë. Një fermer lokal transporton viçat në makinën e tij Golf 2. E përbashkëta e Kosovës dhe Austrisë në këtë rast është transporti viçave me makina. Edhe një kafshë tjetër e rrezikshme duke u transportuar në Dubai. Përderisa një kafshë të tillë mund ta shohim vetëm në ndonjë mal të Azisë së Largët. E një luan është fotografuar gjatë transportimit të tij në bagazhin e një makine të llojit Nissan Armada në Dubai. Një transport të tillë në makinë rrallë për mall mund ta përjetojnë luanët. Një pamje e çuditshme një gjirafe gjatë transportimit të saj në një kuti druri në Pekin. Gjirafat në autostradat e Kinës mund të shihen shumë rrallë, qoftë në ndonjë kuti apo edhe jashtë saj. Një rinoqerot i zi transportohet me helikopter për shkaqe sigurie, sepse anestezioni në ajër ka efekt më të madh se sa në tokë. Një pamje e tillë dhe interesante një rinoqeroti në ajër rrallë se mund ta shihni ndonjëherë. E ky është një nga transportuesit më të pazakon të peshqeve të ardhur në rrugët e Tokios. E ne nuk mund të ankohemi që nuk kemi parë asnjëherë peshq në një biçikletë. Shpeshherë ju ngarkojnë samarin gomarve me gjësande të ndryshme, por jo edhe me një deve të madhe 2 herë sa vetë gomari. Ky person transporton një deve të bardhë në qerrën e gomarit gjatë vendosjes së trupave të OKB-s në Somali. Një person përpiqet të transportojë një dele në makinën Ford. Mirë po si shihet nuk i ka shkuar puna dhe aq mirë, sepse është ndaluar nga policia në Melbourne.
Pritjet në semafor shpeshherë janë të gjata dhe të lodhshme, sidomos kur jemi duke nxituar. Kemi pa njerëz duke pritur në semafor, por ju edhe elefant gjigant duke pritur të hapet jeshilja. E kjo është mënyra më e lezetshme e transportimit të qenit, sidomos të ndonjë qeni të ndet. E këto ishin vetëm disa nga mënyrat më të çuditshme të transportimit të kafshëve në botë.